Seanca për konstituimin e kuvendit vazhdon nesër. Vetëvendosje nuk do të procedoj tutje pa konsensus politik. Specialja sjell prova të reja nga paraburgimi, kundërshton lirimin e përkohshëm të Thashit, Veselit, Krasniqit e Selimit. Presidenti Osmani dekoron me titullin Deri i Republikës 3 të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Shënohet dita e dëshmorëve të komunës së Prishtinës. Liderët porosisin të mos harrohet e kaluara. Mirëmbrëma të nderuar shikues. Tentativa e tretë për formimin e kuvendit vazhdon nesër mes akuzave, ngërshit politik dhe kërkesës për dorëheqje të kryeministrit dhe ministrave. Kryesuesi Avni Dehari ka caktuar për nesër seancën e konstituimit të kuvendit në përpjekjen e tretë pas 2 dështimeve. Në vetëvendosje konsiderojnë të domosdoshëm konsultimin për të dalë nga paqartësia procedurale, ndërsa partitë opozitare kundërshtojnë, duke kërkuar dorëheqjen e ekzekutivit para votimit të raporteve të mandateve. Me shpresë që deri atëherë do të ketë pajtueshmëri. Me kërkesën e njëjtë për një takim konsultativ mes partive politike, pritet të vazhdoj seancën e konstituimit të kuvendit, kryesuesi Avni Dehari, nesër në tentativën e tretë pas 2 dështimeve. Këtë e konfirmoi për OTK-n sekretari i partisë që ka fituar numrin më të madh të ulseve, Alim Rama. Tash, pasi që kjo procedurë e radhës nuk është e paraparë në procedurat e kuvendit, ne mendojmë që duhet një konsultim të gjitha subjekteve politike që të përcaktojnë rrugën përpara. Se çfarë do mënyrë tjetër është krijon një farë pasiguri sepse nuk është e paraparë në procedura. Do të thënë që duhet një konsultim të gjitha subjekteve të vizatojnë hapa, qoftë të dakordohen për raportin e ekzistues, qoftë dakordohen për të bëjnë një komision të ri për verifikim të mandateve. Megjithatë, tha Rama, ata mbeten të hapur për çdo diskutim e kërkesën për dorëheqje e quajtje absurde. Ftesën e djeshme për takim konsultativ, PDK, LDK dhe AK e quajtën jashtë mandatit të tij si kryesues, referuar deputetit më të vjetër Avni Dehari. Të 3 partitë janë betonuar në qëndrimet e tyre se nuk mund të votohet raporti i Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve pa dhënë dorëheqje kryeministri e ministrat nga postet ekzekutive, me që sipas tyre nuk mund të kesh pozitë ekzekutive njëkohësisht të betohesh si deputet. E për një njohës të zhvillimeve politike, lëvizja vetëvendosje është obliguese në gjetje të një zgjidhjeje bazuar në rezultatin zgjedhor. Ajo që ka përgjegjësinë më të madhe është partia e parë pas procesit zgjedhor të 9 shkurtit të vitit të rrjedhës, për arsye se ka dhe privilegjin për të inicuar procedurat rreth formimit të institucioneve të reja. Pra lëvizja vetëvendosje është ajo që ka fuqinë, mundësinë, privilegjin për të ecë përpara nëse ka vullnetin e sinqert. PDK, LDK dhe AK kundërshtuan edhe dje që seanca të kthehet në pikën 0, duke kërkuar të vazhdohej me votimin e raportit që verifikon mandatet e deputetëve, por lëvizja vetëvendosje mbajti qëndrim se nuk mund të votohet një raport që ka dështuar të miratohet. Emri i kandidatit për kryekuvendar, tha sekretari i vetëvendosjes, dihet, por shtoi se nuk është momenti për ta thënë. Ndërkohë zëvendës kryeministrja në detyrë Emilia Rexhepi ka deklaruar se lëvizja vetëvendosje është në bisedime me nismën për caktimin e kryetarit të ri të kuvendit, duke shqyrtuar 2 ose 3 kandidatura. Ajo konfirmoi dorëheqjen e qeverisë në detyrë dhe u bëri thirrje partive opozitare që ta votojnë nesër raportin e mandateve të deputetëve, hap ky që do të mundsoj konstituimin e legislaturës së re dhe zgjedhjen e institucioneve të reja. Opozita është aty që gjithmonë të jetë e gatshme, që të kritikoj, që të paraqes qëndrimin e vetë, që mund mos jetë në përputhje me pushtetin, vetëvendosje, de facto dhe de jure, ka marrë rezultate të mira dhe ka 48 deputet në parlament, që është numër 8 i madh për një opsion të tillë politik. Nëse ne që kemi qenë në koalicion me ta, përfaqësues të komuniteteve jo shumicë, Bosnjak, Turq, Rom, Ashkali, Gjiptas,
Kemi edhe Nenad Rashiqi tashmë dhe kemi të tjerë opcione politike shqiptare. Kështu që nisma me Fatmir Limajn kanë bërë një marrëveshje të mirë me mandatorin tonë, pra kryeministrin aktual dhe kryeministrin Arshëm Albin Kurti. Pra ai është personi që merret vesh ose bisedon për sa i përket nga ana e komuniteteve jo shumicë, jemi këtu për të mbështetur institucionet që të mos ketë stagnim. Juve ju ka njoftuar se ka bërë marrëveshje me nisman, a e kuptova drejt apo jo? Apo ende nuk ka marrëveshje të finalizuar? Ata janë duke biseduar dhe besoj që kjo do duhet ishte gati, thjesht duhet të presim se kush do t'jetë apo emri cilit do t'jetë në rand të ditës për parlament është gjithsesi njëjtë, a do t'jetë dikush nga vendosja? Nuk është as pak e rëndësishme. 2 ose 3 emra që mund të jenë dhe nuk për mua personalisht do ta votoj kryetarin e parlamentit kushdo që të propozohet. Në një ceremoni solemne, presidentja Vjosa Osmani dekoroi me titullin më të lartë civil Nderi i Republikës 3 të mbijetuar të dhunës dhe torturave gjatë luftës Vasfije Krasniqi Gudman, Shyreti Tahiri Sulejmani dhe Ramadan Nishori. Ajo i vlerësoi ata për guximin e rrallë për të thyer heshtjen, për të dëshmuar dhe për të kërkuar drejtësi. Në një ceremoni të veçantë, presidentja Vjosa Osmani dekoroi me titullin Nderi i Republikës Vasfije Krasniqi Gudman, Shyreti Tahiri Sulejmani dhe Ramadan Nishorin, duke i vlerësuar për guximin e tyre për të dëshmuar dhe ndarë me publikun përvojat e rënda. Ka momente kur fjalët nuk mjaftojnë për të shprehur mirënjohjen. Siç ka edhe njerëz që me guximin e tyre të lënë pa fjalë. Vasfije, Shyreti dhe Ramadan, ju jeni pikrisht këta zëra. Ju jeni zëri i së vërtetës që po pret drejtësi me dekada. Ju jeni zëri që keni zgjedhur dinjitetin, jeni zëri i të mbijetuarve që refuzoni heshtjen. Ramadan Nishori falenderoi të gjithë ata që e kanë përkrahur. Faleminderit, zonja presidente. Unë desha vetë 2 fjallë. Ta përshëndes gjithë popullin të unë, si më ka përkrahur shumë të ditë. Nderuar presidente, si çdo herë, edhe sot du me falenderu për qasjen, angazhimin edhe përkrahjen që hapë secili viktim. Të dashura viktima, ju los që ku të qeni, ka ardhur koha me kërku drejtësi. Spari dua të përshëndes presidentën time, e cila na përkrah në çdo aspekt. Të pranishmit vazhduan për një koktejl rasti te presidentja. Pasi prokuroria specializuar e Hagës përfundoi dorëzimin e provave kundër ish-krerëve të UÇK-s, mbrojtja kërkoi lirimin e përkohshëm të akuzuarve. Por prokuroria ka reaguar ashpër duke sjellë si prova shtesë transkripte të reja nga qendra paraburgimit të cilat sipas saj dëshmojnë përpjekje për të ndikuar te dëshmitarët. Prokuroria nuk i është përgjigjur pyetjes së RTK-s se përse këto nuk u dorëzuan më herët. Pasi prokuroria specializuar e Hagës përmbylli çështjen e saj duke dorëzuar të gjitha provat në gjykatë në rastin ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, mbrojtja nisi kërkesë për trupin gjykues. Kështu avokatët e Veselit, Krasniqit dhe Selimit kërkuan që klientët e tyre të lirohen përkohësisht, me që edhe dëshmitarët e prokurorisë përfunduan. Mirëpo pas kësaj kërkese ka reaguar prokuroria specializuar, e cila në një vendim të publikuar në faqen e Speciales ka kundërshtuar një gjë të tillë. Ajo njoftoi se tash 2 vjet ka në dispozicion edhe disa përgjime nga qendra e paraburgimit, të cilat ka vendosur t'i dorëzoj tash pas mbylljes së çështjes. Sipas prokurorisë, përgjimet dëshmojnë se pse Veselit dhe Krasniqit nuk duhet që t'u aprovohet kërkesa për lirim të përkohshëm nga paraburgimi. Këto materiale janë transkripta të regjistrimeve të vizitave, jo të privilegjuara nga qendra paraburgimit, materialet e sekustruara që lidhen me ato regjistrime dhe një regjistër vizitash në qendrën e paraburgimit, eksponatet e propozuara, të paracaktuara në shtojcat 1, 2, 4,
janë prima facie relevante, autentike dhe kanë vlerë provuese që nuk të i kalohet nga asnjë paragjykim. Tutje si pas prokurorisë, përgjimet nga qendra paraburgimit tregojnë se ish krerët e UÇK-s duan të ndikojnë tek dëshmitarët. Transkriptet shtesë të qendrës së paraburgimit hedhin dritë domethënë se mbi sjelljen e Recep Selimit dhe Kadri Veselit në qendrën e paraburgimit. Këto transkripta tani janë të një rëndësie të veçantë në kontekstin e procesit gjyqësor në pritje të lirimit të përkohshëm dhe tregojnë se si Hashim Thaçi nuk është i vetmi i akuzuar që ka abuzuar me vizitat e tij jo të privilegjuara. Tutje prokuroria vlerëson se këto përgjime demonstrojnë se të akuzuarit shkelin urdhrat e gjykatës, shkelin fshehtësitë e procedurave dhe tentojnë në mënyrë të palehtëshme që të ndikojnë te dëshmitarët e prokurorisë, e që do të përbënte rrethan rënduese kundër të akuzuarve. Me këtë vendim, prokuroria përmend klimën e friksimit të dëshmitarëve dhe besueshmërinë e dëshmitarëve të prokurorisë. Udhëheqësit e UÇK-s dhe zyrtarët e nivelit të lartë të qeverisë së Kosovës janë të kapitalizuar në një histori të friksimit të dëshmitarëve në Kosovë për të përhapur informacione konfidenciale ose për të dhënë udhëzime se si të dëshmojnë vërtetën frikën e këtyre dëshmitarëve, veçanërisht duke pasur parasysh se një sjellje e tillë bie ndesh me urdhrat e qarta gjyqësore në këtë rast, thuhet në kundërshtimin e prokurorisë për lirimin e të akuzuarve. RTK ka provuar të marrë një qendrim nga prokuroria specializuar sepse nuk i kanë dorëzuar këto përgjime bashkë me prova tjera, por që gjatë ditës nuk kanë kthyer përgjigje. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special ka refuzuar propozimin e Prokurorisë Speciale për procedim të gjykimit në mungesë në rastin e sulmit në Banjsk. Gjykimi në rastin Banjska nisi të enjtëm për 3 të akuzuarit që ishin kapur pas sulmit të vitit 2023. Për 42 të akuzuarit e tjerë të këtij rasti që ndodhen në Arati, përfshir Milan Radojčićin, prokurorët kishin kërkuar gjykim në mungesë. Gjykata tha se kërkesa e prokurorëve është e pabazuar. Në këtë fazë të procedurës nuk mund të procedohet me gjykimin në mungesë ndaj të pandehurve që gjenden në Arati, pasi nuk janë plotësuar kushtet e përcaktuara me kodin e procedurës penale dhe kodin penal të Kosovës për gjykim në mungesë, thuhet në njoftimin e gjykatës themelore. Është shënuar sot dita e dëshmorëve të komunës së Prishtinës të rënë në luftën e fundit. Gjatë ditës janë bërë homazhe te varrezat e dëshmorëve në Velani e Makoc. Derisa bëri homazhe presidentja e vendit Vjosa Osmani tha se nuk guxojmë ta lëmë në harresë të kaluarën. Në kompleksin e varrezave të dëshmorëve në Makoc të Prishtinës, në prani të familjarëve, përfaqësuesve të institucioneve dhe shoqatave të dalë nga lufta, derisa vuri kurora lulesh, presidentja Vjosa Osmani tha se nuk guxojmë të lëmë në harresë të kaluarën. Jemi këtu për të nderuar kujtimin e atyre që u masakruan mizorisht në Makoc në ditët e errta të prillit 1999. Gjatë njërës prej periudhave më të egra të fushatës gjenocidale që makineria vrastare e Serbisë e ndërmori kundër popullit tonë. Ndërkaq homazhin në varrezat të dëshmorëve në Velani bëri kryeministri Albin Kurti duke përkujtuar 27 dëshmorët dhe 16 martirë të vrarë në fshatin Marec dhe 115 civilë të vrarë në Makoc në masakrën e më të madhe në komunën e Prishtinës. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se sakrificës për liri të vendit duhet i përgjigjemi me mos harresë dhe përkushtim. Na e kanë mundësu që sot të gëzojmë lirin, të gëzojmë demokracinë dhe të jemi në një fazë ku edhe planifikojmë për zhvillimin e të ardhmes të vendit tonë, të ardhmes të popullit tonë, të ardhmes të shtetit tonë. Është ditë ku përënditën shumë aktivitete nga komuna e Prishtinës, por edhe nga veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe nga Qendra e Bashku. Po i nderojmë me ato mundësi që i kemi dhe do të nderojmë gjatë kohë. Uroj që kjo ditë, si që na bashkon gjithë dhe pa dallim, na përcjell 365 ditë në vit, e gjithë herë të jenë bashkuar në nderimin e dëshmorëve dhe gjithë atyre që kanë sakrifikuar për lirinë e vendit. Homazhe për ditën e dëshmorëve të Prishtinës organizuan edhe te shtatorja e Zahir Pajzitit, ku edhe u dhurua gjak në shenjë simbolike të gjakur të derdhur për liri të vendit. Ndërkohë manifestimi qendror në kujtim të dëshmorëve dhe të rëndëve të komunës së Prishtinës u organizua në kompleksin përkujtimor në Marec. Aty u tha se dëshmorët janë gurthemel i lirisë.
Manifestimi përkujtimor për ditën e dëshmorëve të Prishtinës, sikurse çdo vit u organizua në kompleksin e varrezave të dëshmorëve në Marec. Para familjarëve dhe bashkëluftëtarëve të dëshmorëve foli kreu i Prishtinës. Ta përulim kokën në nderim të dëshmorëve dhe martirëve të luftës për liri, e ku prehen eshtrat e 17 dëshmorëve dhe 12 martirëve të luftës sonë çlirimtare, nuk vim thjesht dhe vetëm për të kujtuar, por për ta riforcu zotimin ton ndaj vlerave të cilat ata dhanë gjithçka. Bashkëluftëtarët mbeten pjesa më emocionale dhe e paharruar. Ata janë ngurthemeli i lirisë që gëzojmë, tha Adem Shehu. Në radhë të parë jam vullnetar i ushtrisë ligjtare të Kosovës dhe kemi obligim moral ligjor të shërbejmë vendit ashtu siç e kanë bërë këto burra, që me dignitetin e tyre dhe me gjakun e tyre, si që thamë dhe e cekën para polësit, cimentun lirinë e Kosovës. Bashkëluftëtarët janë ata të cilët do të mbeten të pandashëm në memorien e ditëve më të vështira për liri të vendit. Dëshmorët gjithmonë mbeten në kujtesën, në zemrat dhe ndërzezjen e kombit tonë. Kujtojmë edhe martirët tanë, gra e burra, fëmijët e moshuar që u vranë mizërisht në prag të shtëpive të tyre, vetëm se ishin shqiptarë. Përkujtimi për dëshmorët nuk është vetëm obligim, por edhe respekt për familjarët e tyre të cilët ia falen më të dashurit lirisë së vendit, u tha me këtë rast. E në fshatin Slivov të Ferizajt sot në 26 vjetorin e rënjës së dëshmorëve të kombit, Driton Islami dhe Sadik Bega, familjar, bashkëluftëtar, përfaqësues të institucioneve lokale dhe qytetar, kanë bërë homazhe dhe kanë vendosur kurora lulesh pranë pllakës përkujtimore në vendin e rënjës në kujtim të jetës dhe veprës së dy dëshmorëve. Në Slivov është bërë edhe zbulimi pllakës përkujtimore për martirin Rustem Rustemi, i cili edhe pas 26 vjetësh konsiderohet i zhdukur nga ana e okupatorit serb gjatë luftës së fundit dhe nuk dihet asgjë për të. Grupi Asnjë Cent Më Shumë nesër do të mbaj protestën e tretë me radhë, duke shprehur pakënaqësinë dhe duke kundërshtuar vendimin e zyrës së rregullatorit të energjisë për shtrenjtimin e tarifave. Organizatorët e protestave kanë paralajmëruar se në rast se ky vendim i zyrës nuk pezullohet, atëherë sipas tyre protestat e ardhshme do të përshkallëzohen. Një protest tjetër do të mbahet të shtunën kundër vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për ngritjen e tarifave të energjisë për 16.1%. Kështu është paralajmëruar në konferencë për media nga grupi Asnjë Cent Më Shumë. Besnik Shabiu tha se nuk do të ndalen derisa kërkesat e tyre të realizohet, pezullimin e vendimit për shtrenjtimin e energjisë. Për qytetarët është me rëndësi me ditë që aktiviteti i grupës Asnjë Cent Më Shumë nuk ka ndaluar për asnjë moment. Ne jemi në vazhdimsi duke u marrë me deri në momentin e fundit kur të pezullohet përfundimisht vendimi për shtrejtimin që është marrë në mënyrë krejt jo legjitime nga ana e zyrës rregullatorit për energji. Shabiu tha se protesta e radhës mund të ndryshojë veprim nëse nuk merret parasysh kërkesa e tyre. Paralizimi i aktiviteteve nëpër institucione, bllokimi i shesheve, rrugëve, pas kësaj e kemi nisë edhe një lloj iniciative të cilën nëse ka nevojë prap do ta aktualizojmë, është edhe pjesa e pezullimit pagesave për çmimin e energjisë elektrike nga ana e qytetarëve, por për tjerave edhe kjo do të jetë një hap të cilin jemi duke e shqyrtuar. Në vazhdën e kësaj situate, avokati Ardian Bajraktari ka njoftuar për hapat ligjor që janë ndërmarrë ndaj vendimit të ZRE-s. Ne kemi punuar në mënyrë intensive në drejtim të hartimit të padisë përmes së cilës do të kërkojmë anulimin e vendimit të aktit administrativ përkatësisht vendimit të zyrës së rregullatorit për energji, duke pas parasysh faktin se i njëjti është marrë në bindjen tonë në shpërputhje me autorizimet që ka ky institucion. Protesta së shtunës e grupit Asnjë Cent Më Shumë është e treta më radhë që mbahet kundër shtrenjtimit të tarifave të energjisë nga ZRE.
Ndalimin e punimeve në sheshin George Bush, kryetari i Prishtinës Parim Rama e ka cilësuar si ndërhyrje të qëllimshme dhe të pabazuar. Ai ka paralajmëruar kallëzim penal për Ministrinë e Kulturës në detyrë, në fakt për Ministrin e Kulturës në detyrë Hajrullah Çeku dhe për secilin që pengon projektin. Në konferencë për media, Rama mbrojti qëndrimin se punimet janë tërësisht të ligjshme dhe se projekti 18 milion euro është në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm urban dhe kulturor. Ndërhyrje të paligjshme dhe të qëllimshme, e cila cënon të drejtën e Prishtinës për zhvillim të qëndrueshëm urban dhe kulturor, e ka cilësuar kryetari i Prishtinës Parim Rama ndalimin për herë të dytë të punimeve në sheshin George Bush nga Inspektorati për Trashëgimi Kulturore. Përmes një konference për media, Rama tha se arsyetimet për këtë ndërhyrje janë të pabazuar. Ai tha se nuk do të ndalen, do të vazhdojnë punën sepse është tërësisht ligjore dhe se për secilin që tenton ta ndalë projektin do të bëjnë kallëzim penal. Shikojeni sot jeni këtu, edhe po e shihni vetë në çfarë gjendje është kjo hapësinë, në çfarë gjendje është qendra e kryeqytetit. E projekti ynë këtë shesh e ka për qëllim që ta modernizoj, që hapësirat publike të jenë po ashtu të mirë funksionalizuara edhe paralelisht me respektu dhe me promovu gjithmonë trashëgimin kulturore. Reagimi i Ramës erdhi pas akuzave dhe kundër akuzave që pati me Ministrin e Detyrë të Kulturës Hajrullah Çeku. Drejtori i planifikimit Albert Sadiki tha se projekti është i përqendruar në shtimin e vlerave edhe në ndërtesat që kanë vlera arkitektonike. I gjithë orientimi prej fillimit i këtij projekti ka qenë për ta ndihmuar dhe për të nxjerrë ato kvalitetet e atyre ndërtesave. Në këtë drejtim ne edhe kemi pas disa takime edhe me Institutin për Mbrojtjen e Monumenteve dhe kemi prezantuar para tyre projektin në detaje me kërkesën tonë që t'i sqarojmë të gjitha dilemat që mund të jenë dhe me thonë drejtën në ato takime ne kemi fituar një përshtypje se po kuptohemi. Për herë të dytë, punimet nisën të martë në pjesën pranë katedrales, por po atë ditë u ndaluan nga Inspektorati për Trashëgimi Kulturore, me arsyetimin se po bën ndërhyrje të pa autorizuara në një zonë ku ka asete të trashëgimisë kulturore në mbrojtje. Projekti i kontraktuar i Komunës së Prishtinës për sheshin George Bush ka vlerën prej 18 milion eurosh. Ndërkohë, zyrtarë të Komunës së Prishtinës ka njoftuar se nga nesër e deri më 27 prill do të ketë kufizim të qarkullimit në rrugën Agim Ramadani. Njëri segment i kësaj rruge do të mbyllet për shkak të punimeve rehabilituese që janë të domosdoshme pas dëmtimeve të shkaktuara nga automjetet me peshë të rënd, thuhet në njoftimin e komunës. Ditët e javës do të punohet gjatë natës, ndërkaq në vikend gjatë gjithë ditës. Gjatë kohës së punimeve priten vështirësi në qarkullim në këtë segment rrugor, andaj nga komuna rekomandojnë përdorimin e rrugëve alternative. Në një përpjekje të koordinuar me zyrën e presidentës së Kosovës, drejtuesit e Odës Ekonomike Amerikane u takuan me përfaqësuesit e kompanisë Delta Airlines dhe shoqatës linjat ajrore për Amerikën për të prezantuar mundësitë për vendosjen e një fluturimi direkt ndërmjet Prishtinës dhe New Yorkut. Sipas një njoftimi nga Oda Ekonomike Amerikane me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, të renditur si të tretin më të madhin për nga trafiku i pasagjerëve në Ballkanin Perëndimor dhe ndër aeroportet me rritjen më të shpejtë në Evropë, Kosova është e gatshme të forcojë lidhje transatlantike dhe të përmbush kërkesën në rritje për linja direkte ajrore. Sipas tyre, një fluturim direkt do të hapte rrugë të reja për tregtinë, turizmin dhe investimet, duke forcuar më tej lidhjet e thella mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një gest frymëzues e të pazakonshëm, ish profesori i Universitetit të Prishtinës Avnis Keja ka dhuruar afro 5.000 libra të mbledhur ndër dekada për bibliotekën universitare. Rektori Arben Hajrullahu e vlerësoi këtë si një kontribut real për zhvillimin akademik për tej simbolikës. Vetë profesori Skeja e quan këtë koleksion një trashëgimi për studentët dhe kolegët. Një gjest i rallë që vlerësohet si shembull për të ndjekur.
Ish profesori i Universitetit të Prishtinës Avnis Keja ka dhuruar një koleksion prej afro 5.000 librash për bibliotekën universitare, një pasuri e akumuluar gjatë më shumë se 4 dekada në arsim. Prej punën e vetë e kontributin e vetë e ka ofru për të mirën e këtij universiteti e me këtë edhe për të mirën e zhvillimit këtij vendit edhe njerëzve të këtij vendi. Unë jem di shumë i nderuar e i respektuar që ka rastis me qenë këtë pozit e me pranu këtë donacion për Universitetin e Prishtinës për student të ri të trejat këtij vendi. Si pas profesorit Skeja, qëndrimi pas librave është më shumë se një koleksion personal, është trashëgëmi për studentët dhe stafin akademik. Këta libra përfaqësojnë një koleksion të çmuar, të ndërtuar ndër vite, janë rezultati i përkushtimit tim ndaj dijes dhe kontributeve të donatorëve, me të cilat kam pasur fatin të punoj gjatë karrierës sime. Librat përfshin fusha si ekonomia, drejtësia, psikologjia, gjuha angleze, shkencat politike e kompjuterike, një pjesë e madhe e tyre në gjuhën angleze dhe me origjinë nga Shtetet e Bashkuara. Ndërtimi i një objekti të përshtatshëm dhe funksional për lexuesit e Prizrenit dhe punonësit e bibliotekës së qytetit është duke u planifikuar nga organet komunale që nga viti 2016. Në atë kohë u arrit vetëm të kryen punimet e vrazhda, ndërsa projekti u pezullua pasi ndodhej afër objektit të trashëgimisë kulturore Ryshdie. Komuna e Prizrenit ka përzgjedhur operatorin ekonomik për të filluar restaurimin e saj me një vlerë prej 1.5 milion eurosh. Pas procedurave të shumta dhe marrjes së lejes nga Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, punimet për ndërtimin e objektit të bibliotekës pritet të fillojnë javën e ardhshme. Kështu ka bërë të ditur drejtori për kulturin dhe sport në Prizren Adem Morina. Është një projekt 3 vjeçar, i cili do të fillojë që javën e ardhshme. Do të fillojnë në punimet në këtë objekt dhe unë mendoj që ta përfundojmë para afatit të 3 vjeçar, është afati 3 vjeçar e punimeve, kurse ne mendojmë që deri në vitin 2026, në fund vitit 2026, të përfundojnë të gjitha punimet, të kalojë biblioteka si institucion në këtë vend dhe normalisht fillohet me një punë siç edhe e meriton biblioteka e qytetit. Në fakt, biblioteka e qytetit është përshtatur në një lokacion tjetër dhe është funksionale, por qytetit të dytë më të madh në Kosovë, siç është Prizreni, i duhet një bibliotekë me kushte të mira, jo vetëm për të marrë dhe kthyer libra. Forma e marrjes e librit dhe rikthimit është vetëm njëra nga variantet e punës së saj. Janë edhe shumë organizime dhe aktivitete tjera dhe shërbime që mund t'i ofrojë biblioteka dhe huazimi është vetëm njëri segment i punës së bibliotekës. Pavarësisht përparësive të këtij objekti të përkohshëm, drejtori Morina ka theksuar se një objekt i veçantë për këtë institucion ka qenë i nevojshëm. Kemi nevojë për kulturën, kemi nevojë për letërsinë, sidomos kur Prizreni është qytet i universitetit dhe qytet i shumë shkollave, që fillore dhe shkollave të mesme. Uroj që ky monument, gjithsesi që është edhe lokalitet arkitekturor, edhe objekt i ri që është duke bë, të finalizohet dhe qyteti i Prizrenit përfundimisht ketë një bibliotek me standarde bashkëkohore, ku çdo lexues, çdo studius mund të gjejë vend dhe të thithë dije. Projekti, i cili parasheh vazhdimin dhe përfundimin e punimeve, do të kushtojë 1.5 milion euro, ndërsa sipas drejtorit Morina, punimet pritet të përfundojnë deri në vitin 2026. Që nga e hëna, studentët në Beograd kanë blokuar hyrjet e radio-televizionit të Serbisë, duke kërkuar raportim të drejtë për protestat dhe situatën në vend. Ata e akuzojnë televizionin publik serb se punon kundër qytetarve. Protestuesit po kërkojnë reformim të këtij organi ose mbyllje të mediumit publik. Prej të hënës, studentët po blokojnë objektet e mediumit publik radio-televizionit të Serbisë në Beograd, duke kërkuar raportim të paanshëm për situatën në vend dhe protestat që po tronditin Serbinë. Punonjësve nuk u lejohet hyrja, ndërsa RTS-i sipas tyre punon kundër qytetarëve. Studentët thonë se REMI, organi regulativ për mediat elektronike, është jo funksional dhe në ndikim politik.
Kërkesat e tyre janë të qarta: shpallja e konkursit të ri për Remin ose mbyllja e RTS-it. Ata nuk japin deklarata për media, por theksojnë se blokada nuk do të ndalet pa përmbushjen e kërkesave. Qytetarët u japin mbështetje të vazhdueshme. RTS-i është vetëm një pjesë e sistemit që po shkatron shtetin dhe popullin. Duhet të luftojmë për ta ndryshuar këtë, tha një qytetare. Presidenti Aleksandar Vučić e ka quajtur blokadën akt dhune dhe ka kërkuar reagim nga institucionet. Që nga vitet 90 jam në rrugë duke mbështetur ndryshime demokratike. Shpresoj që studentët do të arrijnë atë që ne nuk mundem, tha një qytetar i Beogradit. RTS-i transmeton programin nga studio alternative, ndërsa drejtoria thot se po punon në kushte të jashtëzakonshme. Protestat nisën në nëntor pas tragjedisë në stacionin hekurudhor të Novi Sadit, ku humbën jetën 16 persona. Studentët kërkojnë drejtësi, përgjegjësi dhe sundim të ligjit. Nëse nuk ka shenja